يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثت الله سبحانه وتعالى آياتنا فاجدم سورة البقرة. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. Kujtoje edhe kur Ibrahimi alayhi salatu wassalam tha: o Zoti jem, më mundso ta shoh qysh I ringjall të vdekurit. Qala awalam tu'min. Allah subhanahu wa ta'ala I tha: a nuk po beson? Qala bala. Ibrahim alayhis salam tha: gjithsesi, unë besoj. Walakin liyatma'inna qalbi. Por po dëshiroj që të qetësohet, përmbushet edhe më tepër besimi në zemrën time në ringjalljen. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr. I tha Allahu Ibrahimit alayhi salatu wassalam, merri 4 shpend. Fasurhunna ilayk. Edhe therri ata. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Pastaj shpërndoj në përkodra pjesë të tyre. ثم ادعهن يأتينك سعيا. Pastaj thirrri që të shpend, ata kanë me të ardhur tyje tu ecë, tu lëviz të gjallë. وعلم أن الله عزيز حكيم. Edhe dije se Allah subhanahu wa taala është I lartë, I urtë. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. Shembulli atyre të cilët shpenzojnë pasuri në rrugën e Allahut subhanahu wa taala është sikur shembulli e një kalliri I cili I ka një fidan I cili ka 7 kalli. Fi kulli sumbulatin 100 habba. Dhe gjithë se cili kalli I ka nga 100 kokra. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allahu I ashton shpërblimin atij që dëshiron. Wallahu wasi'un alim. Allahu subhanahu wa taala është I gjithditur. Alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Ata të cilët shpenzojnë pasurinë në rrugën e Allahut, pastaj nuk e prishin sadakon që e kanë dhënë, duke ua përmend të tjerëve se çka kanë bërë mirë e çish kanë bërë mirë, lahum ajruhum 'inda rabbihim. Ata kanë më marrë shpërblimin e tyre te Allahu I tyre. Wala khawfun 'alayhim. Për ata nuk do të ketë frikë, wala hum yahzanun. As nuk do të dëshpërohen. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. Allahu I ka kërkuar Ibrahimi alayhi salatu wassalam, I ka kërkuar Allahut që me ja mundsua me pa qysh I ringjall të vdekurit. Dhe kërkesa e Ibrahimit alayhi salatu wassalam ka të bëj vetëm me shtue besimin. Përmendëm në dersën e kaluar se pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala nuk bëjnë gabime, as nuk bëjnë gjunohe, se mos flasim më për çështjet të rënda të cilat janë çështjet dyshimi në çështjet bazike të fesë, ose çështjet të tjera të cilat e prishin imanin. Ajo nuk mendohet. Pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala janë të mbrojtur, të garantuar prej Allahut subhanahu wa taala që nuk bojnë gjunohe kur. Pejgamberët janë të garantuar, të mbrojtur
prej Allah subhanahu wa taala që nuk bojnë gjunahe kur, as në fjalët e tyre, as në veprat e tyre. O Allah, ma mundësa me i po qysh i rinjallë vdekurit, kale e olem të umin, Allah subhanahu wa taala pyet pse a nuk beson, edhe pse Allah subhanahu wa taala këtë e din. Dhe nëse i shihni në shumë argumente të cilat kanë ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i pyet me lajket, si është kja punë, edhe pse Allah subhanahu wa taala din shumë mirë. Qysh i keni lënë robët e mi? Allahu din shumë mirë se shika lënë, por i pyet. Janë të buë robët e mi më në vend, çka po kërkojnë ata? Allahu e din, megjithatë i pyet. Kur lutën njerëzit, Allahu subhanahu wa taala i pyet me lajket, a keni ndëgju këtë zonë që lutet më herët? Pse Allahu e din. Të gjitha i din Allahu subhanahu wa taala. Por pyetjet të cilat Allahu u bën melekëve ose u bën pejgamberëve janë pyetje vetëm me shtuar dëshminë. Wa kafa billahi shahida. Allahu subhanahu wa taala mjafton që është dëshmitar. Por për drejtësisë e Allahu subhanahu wa taala ka edhe dëshmi të tjera. Ditën e Kiametit njerëzit i shpërblen Allahu subhanahu wa taala, cilët kanë marrë pjesë në namazin e sabahut. Tjetë mund me thonë pse i shpërblen këta? Allahu thotë që janë melekët dëshmitarë se këta janë fal. Aty në veja fal gjënat pse? Që ku janë dëshmitarë, pejgamberët, që ku janë dëshmitarë, shahidat, që ku janë dëshmitarë, melekët. O kafa billahi shahida, neve na mjafton Allahu dëshmitar, nuk e diskuton njeri këtë, por prej mirësisë e Allahu subhanahu wa taala është që vetë Allahu subhanahu wa taala dëshiron që robët vetë më lëshu dëshmi edhe të tjera. Pastaj flasin edhe gjymtyrët e tona dëshmojnë, edhe gjithë ata të cilët dëshmojnë për me jap siguri atij që e merr dënimin e ka merituar dënimin. Atij që e merr shpërblimin e ka merituar shpërblimin. Awalam tu'min, pse a nuk beson se si i ringjall Allahu subhanahu wa taala njerëzit? Qala bala, përgjigja e Ibrahimit alayhi salatu wasalam më herë është e nivelit më të lartë se pohim. Se pohimi në gjuhën arabe thuhet po. Kurse Ibrahimi alayhi salatu wasalam ka thënë gjithsesi. Është dëshmi më e lartë se sa me thënë po, besoj. Kur thuhet gjithsesi besoj, pa dyshim se besoj, nuk diskutohet se besoj, është përgjigje e nivelit më të lartë se sa përgjigja e zakonshme me thënë po. Walakin, dhe Ibrahimi alayhi salatu wasalam e jep përgjigjen, pse po pyet? Liyatma inna qalbi, po dëshiroj që të qetësohet zemra ime. Kështu kanë pyet edhe havariunet kur e kanë lut Allahu subhanahu wa taala, më avzbrit një sofër në mënyrë që të qetësohen zemrat e tona me një argument i cili është përtej argumenteve të cilat ne i besojmë. Ne thamë se të gjithë e besojmë se Allahu subhanahu wa taala ka me bërë ngjalljen. Edhe atyre që kanë vdekur para neve, edhe ne që kemi me vdek, të gjithë kemi më ringjall. Por me pa me sy të ringjall njeri është një bindje ma qetësi, ma e thellë, ma e fortë zemrës për shkak se e ka pa me sy. Dhe Allahu subhanahu wa taala këtë e ka shpjeguar në Kur'an, kur ditën e Kiametit ta shohin pabesimtarët me sy xhehenemin, atëra alo ma mirë besojnë. Edhe besimtarët kur ta shohin xhenetin, e besojnë edhe ma bindshëm. Dhe niveli i besimit tek ehlusunit dhe xhamati lëviz. Ndonjëherë është më lart, ndonjëherë është më poshtë. Kemi përmend pse Ebu Bekri radiallahu anhu e ka pas këtë nivel të besimit, se ka qenë më i avancuar në marrjen argumenteve që ka sjell Allahu në librin e tij dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pse të njëjtat ajete ata i kanë lexuar edhe ndryshe i kanë praktikuar. Ne i lexojmë edhe nuk jemi në gjendje me i praktikuar sikur ata, për shkak se niveli i besimit të tyre ka qenë më i lartë se niveli i besimit tonë. Qysh shtohet me punë të mira. Qysh paksohet me mëkate. Ata kanë pas punë të mira më shumë se na kena mëkate më shumë se sa ata,
edhe shumë thjesht me kuptu pse ne nuk jena në gjendje me praktikua ashtu që e praktikonin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin. Një, se ne nuk I kemi punë të mira sikur që kanë pas ata. Dy, ne kemi gjunohe shumë më shumë pa krahasueshëm me sa ata gabonin, për shkak se ata gabonin krejt pak. Qale fa khudh arba'atan min at-tayr. Allah subhanahu wa taala I thot Ibrahimit alayhi salatu wasalam, atëra pra merri 4 shpend. Fasurhun ilejk. Edhe therri ato e bëni krejt copa të shtëpia jote, në vendin tënë. Thumë gjala ala kulli gjebeli minhun në gjuz'a. Pastaj në këtë kodrat që I ki aty, që pjesë përzi, pjesë të shpendve edhe qoj, shkepin e për kodra. Thumë duhun, pastaj bënja një ftesë. Thiri, e janë të bëhoni shpend që ju preva, edhe I të septova, je ti në kesaja, kanë me të ardhë, të jesë, të leviz. Wa'alem anna Allah azizun hakim, edhe dije se Allah subhanahu wa ta'ala është madhështori I urti, aziz, I larti. Në betejën e Uhudit është vra migja I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Hamza. Dhe pasi që është vra, e kanë masakru. E kanë shpërnda copat e mishit edhe organet e mbrëmshme të barkut e gjoksit, zemrën e mushkrit, ja kanë zirë e kanë qitë jashtë. Pe mlefit që kanë pas, për shkak të kontributit që Hamza ka dhonë në luftën e Uhudit. Kur e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe migji I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe për sahabive më të nalt, për ndihmësve më të naltë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saqë kur ka hyrë në Islam Hamza dhe Omeri, është diskutabile cili e ka ndihmu Islamin edhe davetin thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më shumë. Ky është niveli I Hamzës radiallahu anhu. Kur ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjendje, pasi që kanë vrarë dhe kanë coptu, ka thonë: po mos të më vinë të keq prej familjes së ti, kisha pas me luta Allah subhanahu wa taala që krejt copa me bo Hamzën, mushrikinët, edhe me nda pjesët e tina, me qitë disa ndetje, disa me qitë malle, disa me shpërnda, e kur ta thirë Allahu subhanahu wa taala të bohu, më këthije Hamza sigur që u konë këtë dinja. Kjo është Allahu subhanahu wa taala. A do me pa që shirin gjallë Allahu njerëzit, o Ibrahim, mëri ka të shpend coptoj, qitën e përkodra pjesë të tyre, edhe veç që një thirje, ata kanë me të ardhë që ashtu që shi ke pru, dhe kjo nuk është magji, kjo është realitet, se ata shpend I ka kryue, që ata që kënë para se mu prej, kush I ka kryu ata? Allahu. Ata I ka kryu Allahu pa qenë hiq, edhe neve, na ka kryu Allahu të mos ekzistu. Përsëritja e një krijimi është më e lehtë se sa shpikja e krijimit. Edhe pse për Allahun subhanahu wa taala gjithçka është e lehtë. Me kriju njërin pa ekzistuar hiç është më vështirë se sa mos që ke krijuar një herë tani me kriju edhe tjetër. Kurse për Allahun subhanahu wa taala është gjithçka e lehtë. Në argumentet të sakta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se për Allahun subhanahu wa taala është sikur njeri I vetëm kret njerëzimi prej të Ademi alayhi salatu wasalam me krijime me gjithçka është shumë e lehtë për shkak se është Allah subhanahu wa taala. Dhe thirr I vin gjallë dhe dije se Allah subhanahu wa taala është I fuqishëm për çdo gjë. Pastaj Allah subhanahu wa taala flet për shpërblimin e atyre të cilët japin sadaka në rrugën e Allah subhanahu wa taala dhe thot: "Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Shembulli atyre të cilët e shpenzojnë pasurinë e tyre në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Shpenzimi I pasurisë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, komentatorët e Kur'anit I kanë dhënë 2 komente. Komenti I parë, për shkak se në rrugën e Allahut është pjesë
e cila u takon edhe zakati. Innama sadaqatu lil fuqara wa fi sabilillah, më poshtë. Në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Çka është në rrugën e Allahut? Komenti i parë dhe më i ngushtë është në rrugën e Allahut vetëm ata të cilët japin pasuni, gjihad fi sabilillah dhe për kryerje të haxhit. Kjo është komenti i parë. Kurse komenti i dytë është i përgjithshëm, gjithçka që shkon në rrugën e Allahut subhanahu wa taala llogaritet fi sabilillah. Gjithçka që shkon për çështje fetare, për kontribut fetar, llogaritet në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Shembulli atyre të cilët e shpenzojnë pasurinë e tyre në rrugën e Allahut, kemathali habbatin anbatat 7 sanabil, është sikur shembulli i një trungu i cili ka 7 kalli. Fi kulli sumbulatin 100 habba, në gjithë secilin kalli janë ka 100 kokra. 7 herë 100 bëjnë 700. Dhe në hadithin të saktë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon se Allahu subhanahu wa taala shpërblen 1 me 700. Kush e bën një vepër të mirë, e merr 700 fish shpërblimin. Pastaj në disa transmetime tjera thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa raste Allahu subhanahu wa taala e shumëfishon pa hesab hiç, se edhe shpenzimi në rrugën e Allahut i ka disa kohë të cilat janë më të vështira, shpërbimi është më i madh. Disa kohë kur ka mungesë më të madhe, shpërbimi është më i madh. Disa kohë kur kryet punë më shumë me çeto parë, shpërbimi është më i madh. Rrethona të ndryshme ka disa raste. Në përgjithësi, kush shpenzon 1 dinar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala ja shumëfishon 700 herë. Disa raste të cilat janë më specifike, pa hesab hiç. Hiç kërkush nuk mundet me bën llogari se sa i jep Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur thojmë 700 herë, nuk e kem për qëllim kush jep një herë në këtë dunjë i merr 700 herë në ahiret. Jo, i merr 700 shpërblime të Allahut. Pastaj ato shpërblime të Allahut subhanahu wa taala kanë me të fshehura. Kur të sheh robin ditën e Kiametit me u çudit, me u habit kret. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon kur dikush prej robëve ka dhënë sadaka, Allahu subhanahu wa taala ka marrë atë dhe e ka rrit. Kur t'ja jep ditën e Kiametit, thotë ç'kjo është shpërblimi jot për sadakon që ke dhënë, ky e ka kryt, s'kam dhënë më. Ke dhënë. Ti ke dhënë pak, por Allahu subhanahu wa taala është bujar, e rrit atë që vet ai që ka dhënë ka muhabit. Edhe nuk e pranon se s'e këmbon këto, por e ke bën. Se kjo është premtimi i Allahut subhanahu wa taala. Hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka hongër një ushqim, dikush ja ka pruar një ushqim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mish, një pjesë e ka hongër, edhe një pjesë e ka dhënë sadaka. Ka dhënë Aishës, e jonja është vetë që kja që e kemi dhënë sadaka. Ç'ka është e jonja? To që hongërëm, kjo ka shkuar, kur gjë s'ka presion, e hiç. E jonja është që e që e kemi dhënë, se që e ka mu kthy, jo kjo që e ke hongër. Kjo s'ka mu të kthy. Ajo që e ke dhënë, ajo është e jotja. Jo ajo që e shpenzon për vete. E jep një, Allahu subhanahu wa taala të shpërblen 700 fish, edhe në raste më shumë. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allahu ja shumë fishon shpërblimin atij që dëshiron, wallahu wasi'un alim. Allahu është i gjithditur. Por ata të cilët japin sadaka, duhet me pas parasysh sadakon mos me përmend më, e mos me hongër vesh njerëzve, unë kur ti kam dhënë ty e parë, ti e kon zërë, unë për të i kam dhënë atij sadake, unë e kam thënë atij vitrat e halal përmendin pe para luftës e ka dhënë vitrat, s'ka gjën këto sadaka hiç. Këto janë sadaka të kota. Alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ata të cilët e shpenzojnë pasurinë e vet në rrugën e Allahut. Thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Pastaj nuk i prishin sadakat e tyre duke i përmend. Ja ke dhënë për hir të Allahut, po. Allahu e din, çka do më na kallëzon neve mo? Nëse ke dhënë për me po na, tamam, merreni topane dhe dil, ja kam dhënë filonit që ka shparë edhe hajt, ja po t'i kthejmë ja diçka ose trenon dikush një sadakot vogël me dhënë, e bën mbeti. Nëse sadakon e ke dhënë për hir të Allahut, Allahu a din a nuk e din? E din. Allahu a ka ni, a se ka ni?
E ka një qëtë lypë ma, a do me të adhoni me ljoja, a do me qitë në televizor, a shka do me bo me këtë punë? Mës e prish një sadakat e juve duke i përmen. Sadakaja e cila përmenet, prishet. Ska shpërblim të? O, atër e ku bazon njonët, ja ke bazon, u kry. Ata cilët nuk i prishin sadakat e tyre, duke i përmen, edhe duke u livdua, lehum ajruhum inda rabbihim, kanë me marrë shpërblimin të Allah. Se ata që e përmenin, ata morin shpërblimin e të përmenës. A ke dhonë me ditë halki, po a kanë ditë, u kry. E një të është hadithi me ata cilët kanë mësu dituri, pse ke mësu dituri me fisebilla, por rejnë, ti ke mësu me thonë halki po din, të kanë thonë halki po din, e ke marrë. Ata për cilën një mundu, edhe nëse ke dhonë, në për më livdua, i livdua, të kanë për njerëzit filon jep mirë, u krye shpërblimin. Nëse ke dhënë për hir të Allahut, atëherë lahum ajruhum inda rabbihim, keni më marrë shpërblimin te Allah juve, wala khawfun alehim wala hum yahzanun, dhe për juve nuk do të ketë frikë, as nuk do të dëshpëroheni. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum, wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.